Jemi rikthyer në She's on Air, të ftuar kemi Bruno Shemshon dhe pse mos ta vazhdojmë me një pyetësor vajza për Brunon, si mendoni? Mendoj se ka ardhur momenti tani ta shohim Brunon pak si partner. Po. Dhe tani Ina do ta shikosh si part. do ta shohim. Do ta shohim pak Brunon në pozitën e një partneri. Tani Bruno neve do t'japim disa referenca dhe ti do na thuash do zgjedhës mes këtyre. Një mbrëmje romantike apo Netflix dhe pijama? Si bën dot të dyja mbrëmje romantike me Netflix dhe pijama. Zgjidh pra tani Multitask. Nuk i bën dot dyja. Okej. Bën të dyja. Po atë po i them pra, bën të dyja. Okej. Tani Bëf si lam zgjidhe. t'ja bëj pak më kështu që ta kuptoj, ndoshta se kuptoj. Një mbrëmje romantike apo Netflix and chill? Të dalë Bruno me Mbrëmje pak romantike. fjalë. Mbrëmje Po romantike. e bën edhe në mbrëmje romantike atë puçën. Mirë, në mëngjes je më shumë për qafime, puthja apo thjesht më sill kafen dhe mos më fol fare. Në mëngjes jo, jam puthje për qafime, zakonisht. Po më pëlqen të jem kështu, të zgjoj me pozitivitet njerëzit. Pushime në çift apo në shoqëri? Po dhe çift dhe shoqëri, mos, se ke dhe shoqëri, ke dhe partnere normalisht. Po të dyja pra. Po do të viheshe në një pozitë për shembull, në të njëjta data dhe shoqëria dhe dashurat kërkojnë të ikësh me pushime, me kë do ikësh ti? Sa toksike je ti me këto pyetje për zotin. Normalisht me partnere. Okej. Je më shumë partneri mbrojtës, partneri lojtar apo ai toksik? Një partner toksik, lojtar në mbrojtje. Okej. Ç'të të them unë? Po ajo. Toksike. Zakonisht. Kush mërzitet më shpejt në çiftje apo ajo? Unë acaroj me çdo gjë të vogël, kështu që normalisht. Kështu që kush i nis zankat i parit, ti apo ajo? Ajo. S'ka pas, unë asnjë marrëdhënie nuk kam pas ndonjëherë të filloj të zihem unë ose kështu. Unë po zura, po undava, nuk them pas. Zakonisht thonë që ndonjëherë janë dhe këto debate të lezetshme se tregojnë pak dhe bëjnë pak marrëdhënien. Çfarë do të thonë kjo? Kur meshkujt nuk krijojnë këto debatet, do të thonë që nuk kanë interesin kaq të lartë sa mund ta kenë femrat? Jo, do të thonë që ja, e keni gabim komplet. Shikoj, ne burrat funksionojmë me hormonin e testosteronit, besoj e dini. Dhe normalisht ne që të vëmë çdo gjë në punë, duhet që të kemi testosteron shumë dhe në moment që ti më streson mua me këto debate të vogla, më ulet testosteroni dhe nuk jam aktiv, kështu që kemi një studim. Lajku në postimet e vajzave të tjera në rrjetet sociale konsiderohet trend tradhti në Turqi. Po është trend është. Si mendon? Po konsiderohet nga vajzat është çik problem kur i bën like. Jo, quhet tradhti dhe pikë. A quhet tradhti? Domethënë i bën like gocave të tjera ti. I bëj. Pafund. Është respektuar ai, është me çfarë qëllimi? Me çfarë qëllimi? Më pëlqen postimi. Kto e dashura jote çfarë thot? Ose shoqja si mund ta marrë? Nuk i pëlqen normalisht, po shiko, gjërat që unë bëj, i bëj me vetdije, nuk jam njeri që të më komandosh, të më kontrollosh. Kështu që nëse unë të bëj like është sepse mund të më pëlqej fotoa, mund të më pëlqej si dukesh, mund të më pëlqej veshja, mund të më pëlqej ajo skena çka ke përballë, çka ke paraqitur. Nëse dashurat do bënte të njëjtën gjë, do të pëlqente te një çu. Unë nuk i vëre këto gjëra sepse nuk të kontrolloj kë bën like ti. Nuk jam fare, nuk e shikoj as kë bën follow, as kë bën like. Nuk e besoj. Po nëse do të binte në sy një herë në kaj, se një herë do të bjerë, si do ndihesh? Shiko, ka ndodhur. Dali një çun që shoh. Po pra, ka ndodhur. Edhe si ndjer me tatuazhe më shumë se ty. Ndryshe nga ty. Ti si ka parë tatuazhet e mia sa kam akoma. Vetëm shkon një detaj të vogël. Po pash vetëm këto sa. Po pra, mund të kem kudo. Nuk e di, nuk flas dot për më tepër. Pikërisht. Dhe dua të them këtë që nuk është problem. Unë e kam vënë një herë këtë thjesht për të bërë atë reverse psychology që ti kthej pas atë që më jep. Dhe e kam thënë, "Oj, ç'ne ke bër like X personi?" E kupton? Pra, je shqetësuar. Po jo thaç, jo, që budallëk, e kupton, prapo qeshja dhe me qeshje me ndjesur, ë? E normal. Edhe po jo tha, duhet ja kem bërë kohë më përpara. Ç'lidhje ka? Të pëlqen ky lloj mashkulli? Të pëlqen kaq shumë? Do bëhem unë vetë si ai. Po jo, më ç'lidhje ka? Ishte kohë më përpara. Okej, thash, mos më thuaj më kë bëj like atëherë, se jam në rregull. Shiko për ti like, ndërkohë është për vete toksik. Çfarë manipulimi? Bruno, cila është dhurata më e shtrenjtë që i ke bërë partneres dhe e ka pëlqyer ajo? Dhuratat që unë bëj zakonisht janë simbolike. Por një dhuratë që i kam bërë, po pra, një dhuratë që i kam bërë ta çoj me udhëtim në vendin e saj që e kishte ëndër. Edhe që ishte
Vizion Plusi. Aty të kam parë dhe unë. Po pra. Do me thënë Dilni jashtë. vendi Të dy bashkë. do me thënë ishte në Barcelonë. Në Barcelonë, po. Dhe ja bëra surprizë komplet pa e ditur thjesht për ti. Ke një nickname për të dashurën tënde si thërre ti me për Kozeli? Unë i thras në emër zakonisht. Lepoluçi. Jo, larg qoftë. Ja manti. O zemër, o shpirt, o zgjove, princesha Sa ime. cringe janë, bëj dhe njëra man. Nëse do t'i bëj një dedikim tani live, cili do ishte? S'kam që dedikim t'y bëj live. Kështu që ke natyrë fare romantike, po ajo është në një çik romantike? Unë s'jam romantik. Kështu më duket mua me Po nuk mund të bëj Nëse unë mendoj se shumë çu në romantik duket nga mënyra si flet ai. Okej, po tha dhe një nickname duhet ta kishe vënë për shembull Beb. Ku di ai mund ja Beb, do vesh 30 vjeçe do quhesh Po Beb mirë, pra. për këtë Qenë lindo, këto- Rritesh ti, rritet edhe nickname. Do lën konkluzion shpejt atë ke qenë jo. Do 30 vjeçe. Do vej pra. Bruno, nëse do t'i bëj një deklaratë tani live partneres tënde, cila do ishte? Mos u shqetëso, gocat janë të gjitha të bukura, apo nuk është për të shqetësuar. Jo mos u shqetëso se jemi Tash unë do kolegë. me ditë cila është gënjeshtra e bardhë që përdor më shumë në çift. Kinjeshtra E bardhë, me bardh. Është që s'ka ndonjë gënjeshtër të Po bardhë, patë një zezë, na thuaj një zezë. E mirë, na i tregu këto të zeza. që të mos të shqetësoj shpesh partner, normalisht që do i them do i mbaj rezervë ca gjëra. Për shembull, Sa po nëse tha mos u shqetëso. Do t'i thot mos u shqetëso se s'ka si që gocat pra, janë shumë pikërisht. bukura, ja kjo është një Ja, gënjeshtër kjo e bardhë. Që mos të shqetësohet. Duhet të shqetësohet domethënë, ëh? nuk e di, Ina e tha. Sa është ju? Ina duhet të shqetësohet? Nuk e di. Unë po flas për gënjeshtrat e bardha që Bruno mund të thotë, nuk na dha asnjëra. Cili është ajo pika jote e dobët ndaj saj? Them drejtën është kujdesi që ka ndaj meje, fakti që bën çdo gjë në rregull për mua, domethënë kujdeset në të rësi që unë të jem në rregull, më pyet shpesh si jam. Gjë më kryesore të paktën për mua është që të më pyet si je, si ndihesh, pavarësisht që unë mund të kem një ditë të keqe, ajo gjëja që mua mund të më qetësojë, kupton, që di që dikujt duhet të jetë një intervistë tjetër kjo që të ftohet vetë të flasi se ç'do të them. Është një person publik, domethënë, ne mund ta ftojmë. Shkëzi pa. Që nga me sa duket. Ja. E tani. Ja. Qa ishte ky shikimi? Është si më pas, se ndoshta kamera nuk e kapi, po ishte nga kokat e këmbët. Mund të edhe të më vriste tu live, tani po matet. Po që nuk do kishe problem të shoh shfaqje publikisht, domethënë. Shiko, unë e kam thënë në çdo intervistë para punës. Unë nuk e kam shumë të vështirë të krijoj marrëdhënie me personazhe publik. Si për shembull, vështirë, ndoshta po të fusje ti në Big Brother do të bënte një surprizë, do të kishte ba çefi apo? Se bën surprizën. Pse? Sepse nuk e dua unë ta bëj. Unë përderisa çdo gjë mbaj diskret. Ta thot motra dy kur ja ty brenda ti nuk vendos asnjë gjë. Se ç'a ndodh Nuk e jashtë. vë në dyshim, çështja është këtu që do shumë forcë dhe forcë mbi mua që të tërhiqet një person që të bëj diçka që do dikush tjetër përveç meje. Bruno, pa ajo ka qef të jetë disa e personazh kuptova. publik? Dhe ndoshta nuk e lejon Ja, ti e... ja. Ndoshta edhe kjo është, po. pra, Ka kështu ka ndjekës frikë, ka mendoj se ka plot. zënë ajo Do me thënë ajo nuk do të ketë një marrëdhënie publike, po do ta mbaj në privatësi. Ajo është. Më pëlqen ta mbaj privatësi sepse çdo gjë që bëhet shumë person publik. edhe unë kështu mendoj. Jo, unë mendoj që nuk është publik. Jep një përgjigje mua o njerëz. Duroni. Mos u zinë, se flas. Chill. Më kthe përgjigje të lutem. Cila që? Pse? Pse nuk më pëlqen mua që të jetë personazh publik, sepse çdo gjë që bëhet publike zakonisht dëmtohet më lehtë. Mua më pëlqen që gjërat që i kam më afër zemrës ti mbaj për veten time dhe ti shijoj për veten time. Bruno, do më thuash 3 fjalë të lutem të cilat përshkruajnë partneren tënde, domethënë si do e përshkruaje ti partnerin tënde me 3 fjalë. Një buf i lezetshëm. Një buf si Harry Potteri, ai Ina, po bardi si të kështu. duket domethënë Bruno pas kësaj pyetësori, çfarë partneri? Pasi i tha partneres një buf i lezetshëm. Unë mendoj më mirë të kalojmë në publicitet.